Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gerta Gixhari reagon për herë të parë pas daljes nga shtëpia e famshme. Gerta Gixhari përfundoi aventurën e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri duke arritur deri në gjysmëfinale. Edhe pse nuk shkoi në finale, ajo cilësoi eksperiencën si një fitore në vetvete, fal dashurisë dhe mbështetjes së publikut. Në një postim në Instagram, moderatorja u shpreh mirënjohëse për gjithë mbështetjen. Pas një udhëtimi të gjatë dhe të paharrueshëm, dola nga shtëpia me zemrën plot mirënjohje. Faleminderit secilit për ju që më keni përkrahur, që më keni qëndruar pranë me fjalët, votat dhe dashurinë tuaj. Kjo përvojë do të ishte krejt ndryshe pa mbështetjen tuaj të jashtëzakonshme. Ju jeni forca dhe frymëzimi që më ka mbajtur të fortë deri në fund. Shkruan ajo ndërsa falenderon veçanërisht produksionin që i dha mundësinë të ishte pjesë e formatit. Për Gertën, ndonse loja ka marrë fund, ajo thekson se ka fituar më të rëndësishmen që është dashuria e publikut. Moderatorja u bë pjesë e formatit që prej fillimit dhe ishte një nga lojtarët më të forta të këtij sezoni, duke i mbijetuar më shumë nominimeve se kushdo tjetër.